Këndojni Perëndisë mbretëritë e dheut psalin I Zotit. Fort lumturi, kryepriftërinë të shenjtë të sinodit të shenjtë, të kishës ortodokse autokefalit të Shqipërisë, priftërinj dhe diakon, hieropsal të hirshëm, populli zgjedhur I Perëndisë. Gjithë qëllimi e ekzistencës së njeriut në tokë nuk është asgjë tjetër veç se falënderim për gjithçka që Perëndia ka bërë, bën dhe do të bëjë për njeriu deri në fund. Thënia më klasike e dëgjuar ndonjëherë është ajo e Shën Joan Gojartit, lavdi Perëndisë për të gjitha. Fort lumturi, duke qëndruar sot këtu përpara jush, me ndjenjë të thellë dhe respekti dhe mirënjohje për hir të dashurisë të Perëndisë, Ungjillit, traditës dhe etrave të shenjtë dhe veçanërisht ndaj domosdoshmërisë për shërbim ndaj njeriut, më shtyn që t'i bindem sërish kishës së Krishtit dhe të pranoj një tjetër detyrë të shenjtë dhe të vështirë, atë të qenit peshkop në një moshë kaq të re. Shën Dositheu I Gazës shkruan tekstualisht këto fjalë: kush I dorëzohet Perëndisë nuk shqetësohet më për veten, sepse e di që Perëndia kujdeset për të më mirë se ai vetë. Shumë njerëz sot pyesin si të fton Perëndia në shërbim ndaj Tij, dhe përgjigjja është e thjeshtë e thënë për jush: kur shikon një njeri në nevojë dhe në vështirësi, mos prit që të dëgjosh më tepër. Personi që ndodhet në shtëngicë është thirrja e Perëndisë. Isha I uritur dhe më dha të ha, isha I hetur më dha të pi, isha I veshur dhe më veshët. Bariu I Perëndisë është në të vetvete një luftëtar I cili ka këmbët e tij të veshura me gatishmërinë e Ungjillit, dorën e tij të vendosur në parmend, zemrën e tij të bashkuar me Krishtin, mendjen e tij të ngjitur në soditjen e të gjithë pushteshmit. Syt si ata të apostujve tek vështronin Krishtin në ngjitjen e tij, në të ndjatën e atit, dhe gjithë qenia e tij psikosomatike në shembullin e papërstritshëm të profetit Isaia, tek tha: ja ku jam, më dërgo mua. Puna në vreshtin e Zotit është një bekim I madh dhe një privilegj, por mbi të gjitha është një përgjegjësi. Në përditshmërinë e saj, puna e ungjillëzuesit kërkon shumë sakrificë, dashuri, gatishmëri, por mbi të gjitha duhet të ketë në themelin e saj edhe durimin, pa të cilin asnjë sukses nuk mund të arrihet. Zoti thot në Ungjill: me durimin tuaj do të fitoni shpirtrat tuaj. Personalisht këtë gjë e kam parë në dy persona që për të gjithë ne këtu të pranishëm, por edhe për të tjerët që janë larg, I kemi të njohur dhe dim se cilit janë. I pari është apostulli I kohëve moderne, njeriu që ngjalli kishën tonë të Shqipërisë nga varri, I lumuri kryepeshkopi Anastas, buzëqeshja të cilit ngrohte çdo zemër njerëzore. Dhe I dyti jo më pak I rëndësishëm, I përullur, I dashur, mikpritës, por mbi të gjitha I shumë duruar. Personi që me durimin e tij më tregoi se si një kryq mbahet burrërisht. Fraza e tij ishte karakteristike: ka Zoti, im Zot Ignat Triandis. Fort lumturi, pozicioni të qenë një peshkop është një kryq, të cilin asnjë nga ne që ftohet nuk duhet ta neglizhoj, por ta konsideroj si bekim me anë të cilit grigja udhëhiqet. Kur apostujt u larguan nga hijet, ata ja dorëzuan peshkopëve stafetën, që të vazhdonin punën e tyre ungjillëzuese për shpëtimin e shpirtave dhe drejtimin e kishës së Perëndisë. Fjala që vjen nga dashuria ndërton, ajo që del nga krenaria shkatërron, edhe kur duket e drejtë, thot Shën Vasili I Madh. Bota e sotme tepër e trazuar, që fuan nga konfliktet e pafundme dhe ngjarje që trondisin thellësisht qenë njerëzore, ka nevojë për herë për një zë, për të thënë të vërtetën prerë dhe drejtë, për qetësim dhe pajtim. Besoj që prania një peshkopi me fjalën e tij ngushëlluese do të jetë mbështetje dhe bekim për çdo përpjekje dhe dialog për mbajtjen e paqes, aq të dëshiruar për njerëzimin. Apostulli Shenjtë Pavel në letrën e tij drejtuar Thesalonikasve thot: lutoni pa pushim. Do të ndoja që sot në praninë tuaj dhe të gjithë kishës së Krishtit t'ju drejtohesha përgjithsisht të luteni për mua, që Perëndia të më jap forcë dhe ndriçim e mbi të gjitha përulësi, sepse me këtë armë paqësore misioni bëhet më I lehtë dhe I pëlqyer nga Zoti. Ora et labora, enti prosefqi e vrisjet I rini,
in prayer peace is found. Sot që ne jemi duke qëndruar përpara jush, përshkruhet nga ndjenja e thellë e frikës së Perëndis, sepse në prani të Perëndis triadik kuptoj se asgjë nuk vjen nga aftësitë mia, por gjithçka është një dhuratë nga i shumë larti. Në fund të librit të Psalterit është një psalm i vogël, por me një kuptim të thellë. Davidi thotë: "Isha më i vogël dhe më i riu në shtëpinë e atit tim. Ai dërgoi angjëllin e tij dhe më mori nga delet e atit tim dhe më leu me vajin e mijosës së tij." Nderi dhe bekimi sot për mua është shumë i madh, përgjegjësia akoma dhe më e madhe. Fjalët e profetit Isaia nuk mund të shmangen. Ato flasin qartë dhe prerë: "Ja ku jam, më dërgo mua." Amin.